duket të parë kemi arrestuar. Nuk I dija. Po, rregull, unë po më mërmenja që ky ka qenë. A kam pas syza kur kom qenë protest. Po se më identifikoj kështu shumë lehtësisht edhe. Pandeori vetë për tregon që s'ka pas syza në atë kohë, kupton, me vetë pyetjen që po bën. Edhe unë jam I bindën që s'ka pas syza, që shumë kujtohet mu s'ka pas syza. Në seancën e së enjtes më 6 mars, në cilësinë e dëshmitarëve janë dëgjuar zyrtarët policor Safet Lahu dhe Ganio Brazda për rastin e protestës së 15 tetorit të vitit 2015. Në këtë rast, Ylli Hoxha, Premton Ibërdemaj, Uran Hasani, Arber Kaçoraj dhe Armen Loshaj akuzohen se gjatë kësaj proteste u kishin shkaktuar lëndime të rënda trupore 2 policëve dhe kishin dëmtuar pronat e disa institucioneve në vlerë prej 20.000 eurosh. Dëshmitari Ganio Brazda gjatë dëshmisë së tij tha se në mesin e të arrestuarve ishte edhe tashmë I akuzuari Uran Hasani si protestues I dhunshëm. Me qenë se ka qenë natë, errësi, protesta mbajt gjatë orëve të mbrëmjes, edhe që ta ndej ka pas kaz lehtësjellës, si dhe dritat që janë të vendosura në rrugë, nuk kanë qenë funksionale. Dritat të vendosura në rrugë nuk kanë qenë funksionale. Atëherë si keni mundur të më identifikoni? Kjart, nuk shumë kjart I nderuar me gjykatës, mirë për shumë deri në çat mos sa muj me arrestu dikon edhe në tym, në gaz lehtësjellës. Zyrtari policor Safet Lahu tha se turma e protestuesve kishte demoluar stacionin policor. Kur kemi rrinë në rrugën Luan Haradinaj, kemi takuar masa të qytetarëve të dhënshëm, të cilët vetë se e kishin demoluar stacionin në qendër, po zakonisht në gjitha protestat e dhënshme, kemi vrejt pra shumë gur, ngjyra, lloj-lloj ndryshme, që kanë gjuhë me ngjyra. Ka pas droj, pjesë drojve dhe pjesë të hekurit, që kanë godit çaj ka qenë në dorë. Lahu tha se janë sulmuar vazhdimisht nga protestuesit. Pastaj, togu jonë, thuaj se I përgjysmuar, pasi që shumë pe operatorëve tonë ishin të lënduar, kemi vazhduar. Dëshmitari tha se pasi kishin arritur të shpërndanin protestuesit, në fillim të sheshit ishte një grup që bënte thirrje për rigrupim që të sulmojnë togun policor. Kemi marrë urdhër që të arrestojmë ata persona që tentonin ta sulmonin. Zyrtari policor tha se njërit të arrestuar I kishin gjetur thik, për çka tha se I mban mend vetëm mbiemrin Kaçoraj. Pikërisht, ndaj të akuzuarit Arben Kaçoraj, gjykata ka veçuar procedurën penale pasi avokati I tij kishte njoftuar gjykatën se I njëjti gjendet në Zvicër dhe nuk dihet se kur do të kthehet. Për këtë, gjykata tha se do lëshoj urdhër arrest dhe me akt vendim të veçantë do të caktoj edhe paraburgimin. I akuzuari Yll Hoxha e ka pyetur dëshmitarin Lahu nëse në protestë kishte medje, për çka zyrtari policor tha se fokusi I tyre ishte te protestuesit e jo te prezenca e medjeve. A e kualifikoni diko, qofse është grupa prej 50 vjet, 60 vjet, bezon këtë rast të mbi 30 vjet, që flet me media në atur si person I cili është potencialisht organizatori I turmës së dhunshme. Gjykata refuzoi këtë pyetje dhe pyetje tjera që nuk lidheshin direkt me të akuzuarit. Paraprakisht në këtë seancë është dëgjuar edhe I dëmtuari Sami Hoti në cilësinë e dëshmitarit, I cili tha se në sallë të gjykimit mund të identifikojë vetëm 2 nga të akuzuarit dhe ata janë Ylli Hoxha dhe Premton Ibërdemaj.